أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falenderojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai xhalla xhalalu. Selamet ja dërgoj Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë dhe sot me lejen e Allahut të lartësuar dersin e 35 me radhë nga veprat e zemrës, që neve në disa derse të kaluara kem folur rreth mbështetjes në Allahun e lartësuar, si punë dhe vepër e zemrës e cila ja rregullon besimtarit të gjitha çështjet me lejen e Zotit xhalla xhalaluhu. Ndërsa sot do fillojmë me një vepër të re të zemrës që është të e rëndësishme dhe është esenciale për adhurimin ndaj Allahut të lartësuar. E ajo është al-mahabbatu ose dashuria për hir të Zotit, dashuria për Zotin xhalla xhalaluhu. Të dashur vëllezër, Allahu i lartësuar neve na ka dhënë mirësi të panumërta. Prej mirësive të Zotit ndaj neve është që na i ka dhënë jetën, me jetu, na ka kriju. Prej mirësive të Allahut është që na ka bërë musliman, alhamdulillah. Prej mirësive të Zotit është që kur kem gabu, na i ka mundësuar që të kthehemi në rrugën e drejtë dhe të pendohemi. Prej mirësive të Zotit është dashuria që neve na i ka dhënë për njëri tjetrin dhe dashuria për krijuesin, e që është esenca, baza e adhurimit. Allah Jalla wa Ala thot: "Wa ma bi ni'matin fa min Allah." Allahu Jalla wa Ala thot: "Wa ma bikum bi ni'matin fa min Allah." Nuk ka nimet, mirësi që juve ju ka godit veç është prej Zotit Jalla Jalla. Prandaj edhe dashuria që ne e shprehemi ndaj njëri tjetrit, po e shprehemi ndaj krijuesit të gjithësisë, është prej mirësive të Allahut subhanahu wa taala. Dashur vëllezër, dashuria në aspektin gjuhësor në gjuhën arabe ka domethënie interesante. Në aspektin gjuhësor, dashuria do të thotë as-safa wal bayad, e pastër dhe e bardhë, diçka e pastër dhe e bardhë, për arsye se buron nga pastërtia e zemrës, nga bardhësia e zemrës, dashuria që ne e kemi. Pastaj al-ulu wal-dhuhur, do të thotë e-dhuhur, diçka që shfaqet, diçka që është e lartë në aspektin gjuhësor, për arsye se njeriu kur shpreh dashuri ndaj dikujt, e shpreh ato që është më e larta e tij, më e mira e tij, më e pastra e tij, më e bardha e tij. Do thotë el-luzum wa thabat, qëndrueshmëri. Dashuria është e qëndrueshme, nuk kalon shpejt. Nuk është diçka që kalimth me e kalon njeriu, jo, është shumë e qëndrueshme në trupin e njeriu, në zemrën e besimtarit. Pastaj el-lub, do të thotë esenca e diçkaut. Esenca e diçkaut është dashuria, dashur vëllezër. Gjitha këto në aspektin gjuhësor, al-hifdh wal-imsak, e ruan diçkafën, e ruan shumë, nuk e humb kollaj. Gjitha këto në aspektin gjuhësor, në gjuhën arabe do të thotë al-mahabbatu ose dashuria. Ndërsa në aspektin shariatik, terminologjinë e shariatit, gjithashtu ka degzim dashuria. Ka degzim, nuk mundna me përmbyll me një fjali. Mirë, po dashuria ndaj Zotit do e përmbyllëm me një fjali me lejen e Allah. Degzimet është se ka mundësi që dashuria të jetë në aspektin e kënaqësisë, sikurse njeriu që e don gruan e tij. Kjo është dashuri. E dyta, mahabbatu lin-naf'i, dashuria e cila ka dobi. Njëria e don diçka kur i bën dobi dikujt. E don. Robi, muslimani, njeriu e dëshiron diçka kur i bën dobi dikujt, kënaqet. Kjo është lloj dashurie që na mungon sot. E kundërta është prej urrëties, është kur dikush mundet më u kënaq kur i bën dëm dikujt. Kjo është katastrofë. Kjo është katastrofë. E nuk është dashuri. Po është urrëtie, është smir, është zili, është hased, është të gjitha e keqja. E treta me radhë, mahabbatu li ahli al-fadl, vlera për dashuria për ato që ka vlerë. Me dash diçka që ka vlerë.
sikur që janë ulemaja, dietarët, njerëzit kërkues të dijes, ata që thrasin në rrugë të drejtë, ata që urdhrojnë për mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Robi automatikisht njeriu që ka zemër të shëndosh e don njeriu i cili ja ka frikën Zotit, e don njeriu i cili thret në rrugën e drejtë, e don njeriu i cili ka dije dhe jep dije. Gjitha kjo është në aspektin shariatik, ndërsa dashuria për hir të Zotit është el-mailul qalb ila al-mahbub. Kjo është definicioni i dashurisë, po që vlen edhe për Zotin. Animi i zemrës tek ajo që e don ti. Animi i zemrës tek ajo që e don. Kjo është definicioni i dashurisë. Edhe tek dashuria ndaj Allahut nuk del nga ky kontekst, sepse zemra jon anon ka Zoti xhalla xhelal. Zemra jon, zemra muslimanit, zemra besimtarit duhet me anu ka Allahu xhalla wa ala. Kur ne anojmë ka ana Zotit dhe e dojmë Zotin xhalla wa ala, nuk krahasohet më mas si dashuri tjetër. Për arsye se ma njeriu nuk i bindet diçka që bie ndesh me dashurinë ndaj Allahut. Nuk bie prej e kurthave të shejtanit alayhi la'natullah. Robi mo nuk i bindet krijesës në gjuna, sepse e don Allahun e lartësuar. E kur ti e don diken, në qoftë se vepron diçka që bie ndesh me ato që e don, ti ruhesh prej tij. Me krijesa na e kem, nëse e don një njeri shumë, ti ruhesh që mos me bë veprime që me e lëndu ato që e don ti. Kështu është edhe me Zotin xhalla wa ala. Kur ne e dojmë Allahun e lartësuar, pa hile ashtu siç duhet robit, ne ruhemi mos me ra në veprime që e largojnë dashurinë tonë ndaj Zotit, dashurinë e Zotit ndaj neve. Edhe robi mo e kundërshton bindjen ndaj shejtanit. Nuk i bindet mo shejtanit alayhi la'natullah. Nuk i bindet mo nefsit me shku kat shkon nefsi me shku edhe kë. Nuk i bindet urdhrave të këqij, po i bindet vetëm Allahut të lartësuar, sepse nga dashuria ndaj tij bën që të ruhet ndaj veprimeve, bëhet të ruhet ndaj veprimeve. Kjo është dashur vëllezër një herët edhe esenca e ibadetit. Esenca e ibadetit e adhurimit ndaj Allahut përbëhet prej dy komponentave. Dashuria për krijuesin dhe për ulja maksimale ndaj krijuesit. Këto janë dy gjëra esenciale që e bën robin, e bën që zemra të lëviz karshi ose krah Zotit xhalla xhelalu. Dashuria për Zotin dhe për ulja ndaj Zotit xhalla wa ala është hakikati i ibadetit dhe i adhurimit. Esenca e adhurimit buron nga dashuria për krijuesin xhalla xhelalu. Për këtë është fut një herë Hasan al-Basriu rahimahullahu ta'ala te një shok i tij, një Abbas ibn Surayj. Dhe ky Abbas ibn Surayj e ka pyet Hasan al-Basriun, i ka thonë, në cilin vend në Kur'an aludohet që dashuria që kemi obligim farz dashuria ndaj Zotit. Dashuria ndaj Zotit është farz, obligim. Edhe në cilin vend në Kur'an aludon një ajet i Kur'anit që dashuria ndaj Zotit e kemi farz, obligim. Hasan al-Basriu thot, Allahu xhalla wa ala thot, thuaj o Muhammed atyre, në qoftë se thot baballarët tuaj, fëmijët tuaj, familja juaj, vëllezërit tuaj, pasuria juaj, tregtia që friksoheni mos me humbni, ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Në qoftë se gjitha këto që i përmendëm janë më të dashur tek ju, o njerëz, sesa Allahu i lartësuar, i dërguari i tij, lufta në rrugën e tij, fatarabbasu, atëherë thot keni kujdes, pritni se unë e kam zon pritën thot Zoti xhalla wa ala. Hasan al-Basriu rahimahullah thot, Allahu i lartësuar nuk i kërcënon krijesat e tij vetëm se kur lihet farzi. Allahu nuk i kërcënon krijesat e tij me dënim vetëm se kur lihet ndonjë farz, ndonjë obligim. E Allahu xhalla wa ala i kërcënon krijesat e tij. Në qoftë se krejt këto që ju kom dhanë në dynja janë më të dashura për juve se sa Allah dhe pejgamberi i tij, atëherë vazhdo në rrugën, po dini që dënimi i Zotit kam ju prit. Pra dashuria ndaj Allahut është farz, është obligim.
Lënia e saj është humbje, është humbje. Thot Ibn al-Qayyim rahimahullah, "Wa ma tara'aita al-qalba qad tarahhala anhu hubbu Allah wal isti'dad li liqa'ih wa halla fihi hubb al-makhluq wal rida bil hayati ad-dunya wa tuma'ninatu biha fa'lam annahu qad khusifa bihi." Ibn al-Qayyim rahimahullah, një prej ulemave ndaj Islamit thot, në qoftë se e sheh që në zemrën e dikujt është largu dashuria ndaj Zotit. Dashuria ndaj Allahut është largu nga zemra e robit. Edhe është largue mendimi dhe vëmendja që keme u taku me Zotin. Edhe është zëvendësu me dashuri ndaj krijesave në zemër. Edhe dashuri për dynja, edhe kënaqësi në këtë dynja, atëherë dije që ky njeri është prej të dënuarve dhe s'ka rrugdalje tjetër. Pra, largimi i dashurisë së Zotit nga zemra dhe zëvendësimi i saj me dashuri ndaj krijesave dhe ndaj dynjas, aludon që prej dënimit s'ka shpëtim. Sepse në zemrën tonë nuk guxon me qenë diçka më e madhe në dashuri se sa dashuria ndaj Allahut të lartësuar. Nuk guxon asnjë hiç, as krijesa, as evladi, as pasunia, as gjë hiç në dynja, nuk guxon me u krahasu me dashurinë ndaj Allahut Jalla Jalaluhu wa taqaddasat isma. Në moment që kjo zëvendësohet me dashuri ndaj krijesave, atëherë dënimi i Allahut pritet. Qoftë në këtë dynjë, qoftë në ahiret. Qoftë në këtë dynjë, qoftë në ahiret. Për këtë arsye, dashur vëllezër, rreziku më i madh është kur lidhet zemra e robët me diçka nga krijesat e tij. Dhe i lën anash krijuesin. E lën anash krijuesin. Dashuria ndaj krijesave e tepruar është dënim dhe nuk është dashuri, është dënim. Për arsye se Allah xhalla wa ala ka më pru në atë situatë njeriu që ka më pa sa i legësht është ai që e ka shpreh dashurinë më të madhe se krijuesi. Edhe ka më u dëshpëru deri në atë mas sa që ka më përjetu dhimbje. Ka më përjetu dhimbje. Për këtë arsye ulema e Islamit çfarë thonë dashur vëllezër? Me humb njeriu dritën e synit është më e lehtë, edhe me humb dorën, edhe me humb gjuhën, edhe me humb të gjitha. Dhimbja e saj është më e lehtë se sa me humb dashurinë ndaj Zotit xhalla xhelal. Më e lehtë është se sa me humb dashurinë ndaj Zotit. Humbja e dashurinë ndaj Zotit është dhimbja më e madhe për robën. Dhimbja më e madhe për robën dhe fatkeqësia më e madhe për robën. Për këtë arsye thonë ulema e Islamit, "Faman la mahabbata lahu, la islam lahu batta." Ai që s'ka dashurinë ndaj Allahut, s'ka islam. S'ka islam. S'mund me thonë vetë ai musliman. Nuk ka islam. Pikë të islamit nuk ka në zemër ai njeriu i cili nuk e don Allahun xhalla xhelal. Fon. S'ka islam në zemrën e atij robi që nuk ka dashuri ndaj Allahut xhalla xhelal. Zaten kjo është esenca e fjalës la ilaha illallah. La ilaha illallah do thot me dash Zotin xhalla wa ala, nuk ka zot tjetër të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Ne e dojmë këtë fjalë, punojmë për këtë fjalë, punojmë për Zotin tonë që i cili na ka urdhëruar me urdhra, na ka ndaluar me ndalesa. Pra, ai që s'ka dashuri ndaj Allahut, s'ka islam në zemrën e tij. S'është fjalë ime apo është fjalë e ulemave. Për këtë dashur vëllezër, dashuria ndaj krijuesit është esenca e ibadetit, hubben, wa dhullan, wa khawfan, sepse në to përfshihen pastaj dashuria, përfshihen pastaj porulësia, përfshihen frika, përfshihet raja, shpresa, ta'dhimen, madhnimin ndaj Allahut, edhe bindja wa ta'atu lahu, edhe bindja ndaj tij. Të gjitha këto i përfshin dashurinë ndaj Allahut. Kur këto mungojnë, të gjitha mungon dashuria ndaj Zotit, mungojnë të gjitha. Kur njeri nuk e don Zotin e tij, nuk i fiksohet. Kur nuk e don Zotin e tij, bën veprime që e prishin dashurinë e tij pastaj. Edhe ne e tham, kur robi e don dikën, friksohet me bë veprime që pastaj i bindesh me dashurinë e tij. I humb frika, i humb shpresa, s'ka shpresa më. Nuk ka bindje më ndaj Zotit xhallahu ala. Dhe pastaj njeriu çoroditet dhe humbet nga kjo dynjë. E Allahu xhallahu ala po na i tregon rrugën më të shkurtër
që ne e arrijmë dashurinë e Allahut ndaj neve. Rrugën më të shkurtër po na i tregon. Në një ajet të Kuranit famlart, "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Allahu xhalla wa ala po thot, thuaj jo Muhammed atyre, besimtarëve, njerëzve, muslimanëve, thuaj jo. Në qoftë se thoni që e dojnë Allahun, in kuntum tuhibbuna Allah, qoftë se thoni që e dojnë Allahun, fattabi'uni, atëre pasoni mua, ndeshim me qenë për atyre që e dojnë Allah. Kënë du të me pasu? Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukum Allah. Qoftë se më pasoni mua, ju don Allahu juve. Wa yaghfir lakum dhunubakum, edhe ju fal juve gjunat. Pra, për me arrit dashurinë e Zotit ndaj neve, do të duhet me pasu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se ai e din rrugën më së mirë se si mu arrit dashurinë ndaj Allahut. Dhe kundërta, nëse dëshiron mos me dash Zoti, mos e paso Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mos e paso Islamin dhe rrugën e Allahut. Kollaj është pastaj. Sepse Allahu xhalla wa ala po thot, nëse thoni që e dojnë Allahun, doni me pasu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E Muhammedi alayhi salatu wassalam la yantiqu anil hawa, thot Allahu la yantiqu anil hawa. Muhammedi alayhi salatu wassalam nuk flet nga vetja e tij. Nuk flet nga vetja e tij. In huwa illa wahyun yuha, është shpallje që i shpallet nga Zoti xhallahu xhallahu. Shpallje. Navigacioni për me arrit dashurinë e Zotit është nëpërmjet rrugës Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe asnjë rrugë tjetër. Nëse dikush mendon që shkohet në xhenet, arrin dashuria ndaj Zotit nëpërmjet rrugëve tjera, jo nëpërmjet rrugës së ndjekjes së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ai ka mendimin e vet, është i lirë, ama kjo nuk arrihet. Kjo nuk arrihet. Arrihet vetëm nëpërmjet pasimit të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Për këtë thot Resulullah alaihi salatu wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Nuk ka besu askush nga ju, thot Resulullah, nuk ka besu askush nga ju me një iman të plot, përderisa nuk jam më i dashur tek ai se sa vetja e tij, familjarët e tij, fëmijët e tij, prindërit e tij, edhe njerëzit në përgjithësi. Nuk e ka arrit imanin e plot. Sepse dashuria ndaj Zotit bën që ne ta dojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dashuria ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam bën që ne ta dojmë Allahun xhalla wa ala, sepse na i tregon rrugën e vërtetë. E Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë rrugës një ditë me Omer ibn Khattabin radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe Omeri ka thonë, i dërguari i Allahut, ti tek unë je më i dashur se sa gjithë shka që kam në jetë përveç vetes time. Ka thonë, jo Omer, se ke plotësuar imanin. Se ke plotësuar imanin. Ka thonë, duhet me qenë i dashur më shumë sa vetja jote. Ka thonë, tash i dërguari i Allahut, je më i dashur tek unë edhe se sa vetja ime. Në këtë formë ata e kanë arrit dashurinë ndaj Allahut. Për këtë Allah çka thot për shokët e Resulullah, radhiyallahu anhum wa radu an. Allahu është i kënaqur me ta. Edhe ata janë të kënaqur me Allah. Nuk mundet më arrit kënaqësia e Zotit pa dash Zotin xhallal xhelalu. E për me dash Zotin, duhet me pasu rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu shkojnë kronologjikisht gjërat. Në këtë formë shkojnë, në formë kronologjike. Dëshirojmë neve me na dash Zoti, ne duhet me dash Allahun. E si duhet Allah, duhet me dash Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Duhet me ndjek rrugën e tij. Atëherë na don Zoti neve dhe është i kënaqur. Qofse ne nuk e ndjekim rrugën e tij, ka të kemë Allah. Thuaj sa dush e duj Zotin. Sepse nuk është esenca që ne me thonë e duam Zotin, po Zoti na don neve. Kjo është esenca. Zoti na don neve. Sa njeri pretendon që e don Zotin, ai se beson Zotin fare. Ti se beson. Ku më di çka beson? Esenca është me na dash Allahu neve. E kur Allahu na don neve, ai pastaj është i kënaqur me neve dhe nuk e dënon robën e tij. Pastaj thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, "Men ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman." Ai që don për hir të Zotit, pastaj thot, edhe urren për hir të Zotit xhalla xhelaluhu. Edhe jap për hir të Zotit dhe nuk jap për hir të Zotit kur duhet mos me dhan, faqad istakmala al-iman, e ka plotsu imanin e tij, e ka plotsu imanin dhe besimin e tij. Për këtë arsye dashur vëllezër, dashuria është vepër e zemrës, është vepër e zemrës që është motori kryesor i cili e bën që robi
tjetë ibadetxhi ma ndaj Zotit Gjalla Gjalaluhu. Prandaj, ulema e Islamit thojnë, nuk mjafton vetëm dashuria ndaj Zotit për të qenë ibadetxhi. Për arsye se dashuria duhet patjetër me pas edhe vepër. Me pas edhe vepër. Kur njeriu e don diken, bon vepra që ai më dashur pastaj. Kur ti e don diken prej krijesave, prej njerëzve, prej familjarëve, prej gruas, ti bën veprime që me shtu dashurinë e saj ndaj teje, dhe jo veprime që me humbat dashurinë. Domethënë bën vepra. Edhe robi kur e don Allahun xhalla wa ala, pretendon që e don Allahun e lartësuar. Nuk mjafton vetëm me gojë me thonë e du Zotin. Po lypset vepra pastaj. E vepra cila është? Allah e don namazin, me fal namaz. Allah e don agjerimin, me agjëru Ramazanin. Allah e don zakatin, do të me dhon zakatin. Allah e don haxhin, do të me kry haxhin. Allah e don dhikrin, përmendjen e tij, do të me përmend Zotin xhalla wa ala. Allah e don tobën, pendimin, do të me u pendu fort. Allah e don sabrin, do të me bë sabër. Allah e don pastërtin, do të me qenë i pastër. Gjitha këto neve na mësojnë ajetet e Kuranit, sepse Allah azza wa jalla thot: Inna Allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i don ata që pendohen dhe ata që pastrohen. Allahu yuhibbu al-muhsinin. Allahu i don veprimirët. Allahu yuhibbu as-sabirin. Allahu i don ata që bëjnë sabër. Pastaj thot: Inna Allaha yuhibbu al-muqsitin. Allahu i do të drejtit. E do drejtësinë, do të qenë i drejtë. Pastaj thot: Inna Allaha yuhibbu al-muttaqin. Allahu i don të devotshmit. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allahu xhalla wa ala i don ata të cilët luftojnë për hir të Zotit xhalla wa ala krah për krah njëri tjetrit. Pra gjitha këto cilësi dhe këto vepra duhet me qenë në praktik që neve më na dashur Allahu xhalla wa ala. Jo mu mjaftu vetëm me gojë. Edhe më thonë unë e kam zemrën e mirë, vëlla gaujën e sfala, po zemrën e kam mirën e me zemrën ta me s'ka. S'pedim në çfarë zemrë kjo. E din Allah. Po du të me ditë që nëse ki zemrën e mirë, dush me dashur Allah. Po unë e du Zotin. E për me dash Zotin du të me ndjek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Du të me ndjek Rasulullah. Du të me vepru që Allahu xhalla wa ala më na dasht. Për ndryshe jetë vetëm llav goje dhe nuk është e saktë dhe nuk është e vërtetë ajo që neve mundemi me pretendu pastaj. Allahu xhalla wa ala për besimtarët thotë, ata e dojnë Allahun ashaddu hubban lillah. Dashurinë më të madhe ja shprehin Zotit xhalla xhelal. Nuk ka krijesë që mundet më u fut në zemrat e tyre në krahasim me dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ta besimtarët e vërtet, Allah azza wa jalla thotë: "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Ka njerëz të cilët thotë adhurojnë gjëra të kota, i duan ata, thuajse sikur se Zoti. Mirë po, thot Allahu xhalla wa ala: "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Mirë po, ata që e besojnë Allahun ashtu siç duhet, dashuria e tyre ndaj Allahut është më e mira dhe më e vërteta dhe nuk ka dashuri që krahasohet me të. Për të tham në fillim, njeriu i cili nuk e don Allahun e lartësuar, nuk ka dashuri në zemrën e tij për Zotin xhalla wa ala, nuk ka islam në zemrën e tij. Nuk ka islam në zemrën e tij. Në qoftë se pretendojna që ne jemi musliman dhe nuk e dojmë Allahun, atëherë e kem gënjy veten tonë. E kem gënjy veten tonë, sepse dashuria ndaj Zotit është motori që neve na bën që të lëvizmi për punë të mira dhe për vepra të mira, dhe na bën prej atyre besimtarëve që neve pastaj ja kem frikën Allah dhe të shpresojmë në faljen e tij, sepse vetëm në këtë formë e adhurojmë Allahun ashtu siç duhet, duke e dashur atë, duke pas frikën atij dhe duke shpresuar në faljen e tij. Kjo janë tri komponenta të cilat e bojnë robin prej besimtarëve më të mirë tek Allahu i lartësuar, duke lutur Allahun që të na falë neve dhe juve. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah.